takimi veçantë që ndodhe midis jush, edhe pse njihemi me njëri tjetrin prej shumë vitesh. Disa nga ju kanë qenë pedagogët e mi, profesor Natani, Atspiro, profesor Dimitri. Me disa të tjerë kemi qenë edhe në kampe, kemi bashkëpunuar. Dhe kështu është një bekim shumë i madh dhe ndje veten time si në një familje, të gjithë së bashku këtu, ku qëllimi ynë i përbashkët është shpëtimi, është jemi sa më pranë Perëndis. Ku po flisja me atë Grigorin dhe mu dha mundësia që të vija këtu, menduam, më tha të flasim diçka për Enorin. Atëherë duke diskutuar me një tjetrin, ram në një konkluzion të përbashkët, që të flasim pak për Enorin në ditët e sotme. Ashtu siç na tha edhe profesor Natani dje që kryepiskopi Anastas bëri një punë madhështore për të ngritur këto kisha. Ne a mund t'i mbajmë sot këto kisha? Dhe është përgjegjësia jonë tashmë. Nëse kryepiskopi Anastas dorëzoi klerikët dhe ndërtoi këto kisha, atëherë është përgjegjësia jonë që t'i mbajmë këto kisha më këmbë. Si fillim do doja të ndalesha shkurtimisht mbi termin enori. Çfarë është enoria? Enoria është një hapësirë brenda një kufiri të caktuar, një zonë e përcaktuar ose rreth lokal. Sot nënt kuptohet kryesisht zona kishtare, që i përket një kishe, nga e cila merr edhe një emër të caktuar kjo kishë. Si dhe besimtarët që banojnë në këtë enori dhe kishërojnë brenda kësaj enorie. Tema e sotme, roli i enorisë në ditët e sotme, është një ftesë për të vëzhguar me vëmendje realitetin në të cilin ne jetojmë dhe për të kuptuar më thellë se si mund të jetë enoria jonë një vend i gjallë i takimit me Krishtin edhe me njëri tjetrin. Enoria është një trup i gjallë. Kisha, si trupi mistik i Krishtit, nuk është një ndërtesë, por bashkësia e atyre që jetojnë në Krishtin. Enoria është shumë më tepër se sa një strukturë administrative. Ajo është familja jonë shpirtërore, ku çdo antar ka vlerë, përgjegjësi edhe thirrje, sepse shpeshherë jemi pasiv në enori. Shkojmë e shikojmë shumë ure të bukura, shumë piktura të bukura, por kaq më mjafton. Nëse enoria ka ndonjë plan, nëse enoria ka ndonjë nevojë, nuk më përket mua ky problem, por i përket mitropolis, i përket mitropolitit, i përket klerikut. Dhe këtë gjë kemi hasur shumë herë kur kemi shkuar në enorit tona, dhe besimtarët gjën e parë që thonë nuk është e janë i të mblidhemi të gjithë së bashku dhe ta rregullojmë këtë kishë, por përgjegjësia është e mitropolis. Ajo e ndërtoi kishën, ajo le ta mbaj. Kështu që hapi i parë që ne duhet të bëjmë si klerik, nga ato çka edhe dje folëm të gjithë së bashku këtu që referuam ato pikat, është që të përpiqemi që t'i përcjellim besimtarëve që kjo ndërtesë, kjo godin që ndodhet në fshatin apo qytetin tuaj nuk më përket mua, nuk është prona ime private, por është e përbashkët dhe si pronë e përbashkët duhet që të gjithë së bashku të kontribojmë. Këtë gjë na thekson edhe apostulli Pavli në letrën e drejtuar Efesianëve, i cili thotë ju nuk jeni më të huaj dhe të ardhur, por bashkëqytetar në të shenjtët dhe pjesëtar të familjes së Perëndis. Në shekujt e parë, enoria ishte qendra e jetës së përditshme, dhe jo vetëm shekujt e parë, por edhe përpara regjimit komunist kemi dëgjuar shumë histori nga gjyshrit tanë që enoria ishte pjesë e jetës së tyre, vendi ku fëmijët pagëzoheshin, ku të rinjt martoheshin, ku të moshuarit përcilleshin me lutje drejt jetës së përjetshme, dhe ishte vendi ku përjetoi bashkësia jo vetëm në festë, por dhe në dhimbje, në shërbim dhe në dashuri. Sot, enoria është një botë që ndryshon. Është një enori, është një botë e cila nuk më përket mua. Sot, megjithatë, ne jetojmë në një realitet që ka ndryshuar thellësisht. Globalizimi, teknologjia, migrimi, çdo gjë ka ndryshuar sot. Ritmi i shpejt i jetës, sfida të reja, njerëzit janë më të lidhur me ata që janë jashtë për arsye të teknologjisë, por njëkohësisht janë më të vetmuar. Kemi më shumë informacion rreth botës, por më pak orientim. Jemi më të zënë
por shpesh më bosh shpirtërisht. Në këtë kontekst, enoria rrezaton dhe rrezikon të bëhet vetëm një vend ku shkojmë të dielën, fatkeqësisht. Shkojmë në kishë të diel, kaq më mjafton, nuk dua diçka tjetër. Dhe nuk është më një bashkësi ku jetojmë çdo ditë me Krishtin. Dhe jo vetëm kemi arritur jo vetëm të dielën, por na mjafton vetëm 5 herë në vit. Dhe e kemi kthyer enorin si një godin fatësjellse. Sikur shkojmë të dielën e dafinave, do bëjnë magji dafinat që do marrim, do shkojmë për ujin e bekuar të marrin ujë sepse do na vijnë mbar, do shkojmë ditën e Pashkëve të trokasim vezët sepse kështu e ka tradita. Dhe fatkeqësisht u mbasim atë konceptin e të qenit enori. E përmendëm edhe pak dje që tham enoria nuk është vetëm e klerikëve, por është edhe e laikëve. Dhe duhet të jetë një bashkëpunim shumë i fortë midis klerikut edhe laikut. Fatkeqësisht shumë besimtarë në enoritë tona na shkojnë vetëm ditën e varimit dhe ditën e përkujtimores. Nuk mundohemi shpeshherë të shkojmë në fshatrat tona të kryejmë liturgji ynore, qoftë edhe në ditëjave. Ndërsa në ceremoninë mortore shkojmë. Dhe fatkeqësisht duke shkuar vetëm në për këto lloj shërbesash, është të kthyer një marrëdhënie pune, mund të themi. Vjen, të jap, largohem. Dhe humbet koncepti shpirtëror. Humbet koncepti i ati që të shkoj të vizitoj grigjën përpara se ky njeri të ketë ndruar jetë. Tashmë i ka ndruar jetë dhe ti si klerik nuk e çfarë të bësh tjetër veç se ta kujtosh në lutjet e tua ditën e diel në proskomidi. Të dashur vëllezër klerik, ne jemi thirrur të udhëheqim grigjën tonë jo vetëm përmes liturgjisë, por edhe përmes dëshmisë së jetës sonë. Një enori nuk gjallërohet vetëm nga programet. Të mira janë dhe programet. Por ka nevojë edhe për gjëra tjera. Nga pranimi pa paragjykim, nga një fjalë ngushëlluese, nga një vizitë në shtëpi, nga një lutje për të sëmurët, nga një buzëqeshje për një njeri që vjen për herë të parë në kishë. Shën Grigor Theologu na thot: prifti është ndërmjetues me Zotit dhe njeriut, por nuk është i ndarë prej njeriut. Ai duhet të mbaj lart duart për popullin dhe të mbaj në zemër hallet e tyre. Ndërsa Shën Joan Gojarti na thot: një prift duhet të ketë shpirtin e një nëne që vuan për fëmijën e saj. Ai nuk jeton për veten, por jeton për të tjerët tashmë. Zemra e enorisë. Pa ju, pa pranin tuaj aktive, pa dëshirën tuaj për të jetuar jetën shpirtërore në përditshmëri, enoria nuk ka jetë. Jeni thirrur të jeni jo vetëm besimtar pasiv, atë që tham pak më përpara, por bashkëpunëtor të Ungjillit, siç na referon edhe Apostull Pavli. Ndërsa Shën Klementi i Aleksandris na thot: laiku është misionar në botë. Ai është syri dhe dora e kishës në vendet ku kleriku nuk mund të jetë gjithmonë i pranishëm. Kjo është shumë domethënëse për në Shqipëri, sepse siç e dim jemi shumë pak klerik. Në metropolinë tonë janë rreth 250 enori dhe jemi vetëm 30 klerik, ku çdo prift i takon të ketë 15-20 enori. Kështu që në qoftë se plotësojmë këtë pikë që na thot Shën Klementi, mendoj se gjysma e punës është të bërë dhe ka dhënë rezultat. Kemi parë në enori që kemi epitropi, pra këshill kishtar, shumë të përkushtuar, dhe janë enori që lulëzojnë më shumë se sa në disa vende që ka dhe klerik në qytet. Sepse me shembullin e tyre kanë tërhequr njerëz, kanë bërë njerëz për vete që të kontribojnë në kishë. Në një botë të coptuar, enoria mund të duhet të jetë një vend shërimi. Shërimi i shpirtrave të plagosur, të plagëve të vetmis, të lodhjes dhe dëshpërimit. Por mos të harrojmë që liturgjia hyjnore është qendra e gjithçkaje tjetër. Jo si një ritual i ftohtë, por si një ngjarje e gjallë ku të gjithë bëhemi një me Krishtin. Pa liturgji nuk ka jetë shpirtërore. Liturgjia nuk është një shfaqje që duhet të ndiqet nga kinemaja, por është një misteri i përbashkët, ku çdo besimtar merr pjesë me zemër, me zë, me trup, me shpirt.
Shën Maksimi na thot, ai që nuk e do vëllan që sheh, nuk mund të doj Perëndin që nuk e sheh. Liturgjia është dashuria e mirësisë. Dhe pas liturgjisë duhet të vinë ato që duhet agapes, pra dashuria. Dashuria e ndërsjellët. Atë që dhe kryepiskopi në Indier Anastas e thoshte dhe shpeshherë liturgjia pas liturgjisë. Që jeta jonë të jetë liturgji. Ku gjithë jeta jonë, kudo që shkojmë, të jetë një shërbim ndaj tjetrit dhe në fund ndaj vetes. Kur një enori fillon të lutet bashk, të punoj bashk, të gëzoj dhe të qaj bashk, ajo bëhet shenjë e mbretërisë së Perëndisë midis nesh. Bëhet dritë në errësirë. Kemi parë shumë shembuj, të paktën edhe në Greqi kur kemi shkuar në enori të mëdha, që kur një enori bëhet bashk, mund të bëjnë shumë mrekullira, mund të ndihmojnë njerëz pafund. Kemi pas një atë Spiro e di, njef në Selanik, është një silog kishtar, drita e Krishtit, të cilët kanë një hotel të vogël që mirëpresin njerëzit kur kanë nevojë që të shkojnë në spital. Ajo është një enori e cila është në shërbim 24 orë në 24 për njerëzit që kanë nevojë. Dhe do t'ju jap një shembull shumë të thjeshtë që të kuptojmë se sa e fuqishme është kjo enori. Një herë në datën 1 janar, që bëhet edhe që është tradita e kishës tonë në prerja e Kekut, më marrin telefon dhe më thonë për çfarë ka nevojë një pjesëtar i familjes tuaj. Dhe konkretisht i mbir për karrocën e tij dhe i them mos u shqetësoni sepse kryepiskopi Anastas ka marrë gjithçka përsipër, kështu që nuk është nevoja. Atëherë më thonë jo pater, këtë e kemi marrë ne përsipër si enori. Pra si griq e përbashkët. Dhe ditën e prerjes së Kekut të tyre, ata kanë mbledhur shumën për të marrë këtë gjë. Shikojmë pra se sa të bashkuar janë. Dhe jo vetëm kjo ishte një rast, me qindra raste të tilla brenda vitit. Imagjino të përpiqeshim edhe ne sa do pak në enorit tona të bënim këto veprime. Me menxat të varfërve që bëjmë nëpër mitropolit tona, në qytetet tona. Janë mjaft dopipruese, japin shumë fryte. Dhe kështu do të kuptojnë njerëzit që kisha nuk është thjesht një shërbes që bën kleriku. Sepse fatkeqësisht njerëzit janë jo të katekizuar mirë dhe nuk i kuptojnë shumë gjëra. Pra përse shkon kleriku në kishë, çfarë bën? Prandaj është detyra jon her pas here t'i nxisim këta njerëz, t'u flasim vazhdimisht këtyre njerëzve dhe mos t'i marrin si të mirëqenia sepse ndonjëherë as ata nuk kanë faj dhe nuk i din disa gjëra. Gjithashtu, 3 janë shtyllat kryesore të enorisë në ditën e sotme. E para është bashkësia, pra lidhja e gjallë midis njerëzve. Jo vetëm përmes ngjarjeve, por përmes marrëdhënies së vërtetë. E dyta është shërbimi. Vepra konkrete dashurie ndaj të varfërve, të sëmurëve, të vetmuarve dhe të rinjve, atë që tham pak më përpara. Dhe e treta është formimi shpirtëror, për të rriturit, të rinjt, fëmijët, që të kuptojnë më thellë besimin ton dhe të jetojnë sipas saj. Mbaj një herë një mik shumë i afërt i kryepiskopit Anastas, mitropoliti sotëm i Qefalonis, Atë Dimitri, aty ku për na bënte orën e teleturgjikës, na bën një pyetje dhe na thot: "Keni shkuar në kishë?" "Po." "Sa besimtar janë?" Tha dikush në orientime 100, dikush 200, dikush 300. "Po në stadium keni shkuar?" Tha. "Po, kemi shkuar." "Përse në stadium ka 2000 veta?" "Mos vallë, ndeshja e futbollit luhet më bukur se liturgjia hyjnore?" "Ndoshta dhe po," tha. "Sepse në liturgjinë hyjnore," tha, "ne kemi disa spektator. Në qoftë se ne nuk i bëjmë për vete këta spektator, me sjelljen tonë, me shembullin tonë, me fjalën tonë, këta nuk do vinë më të shikojnë atë çfarë ne japim. Kështu që disa herë jemi dhe ne shkaku i mos ardhjes në kishë
në enori të besimtarëve. Mos vallë duhet në thonjza të luajmë futboll më të bukur. Pra të jemi më të përgjegjshëm ndaj grigjës tonë, ndaj enorisë tonë. Dhe jo të shkojmë shpejt e shpejt sa të mbarojmë punën tonë dhe të ikim. Dhe e them këtë gjë sepse duhet ta nisim nga vetja tonë. Ndryshimi nuk vjen nga programet. Shumë të bukura janë programet, shumë të bukura janë katekizmat që ne bëjmë, por ndryshimi vjen nga zemra që digjet për Krishtin edhe për njeriu. Le ta nisim nga vetja tonë. Secili prej nesh duke e pyetur veten, çfarë mund të bëj unë që enoria ime të jetë e gjallë? Si mund të jem më i pranishëm në enori? Si mund të jem më shumë vëlla, motër, shërbëtor apo dëshmitar i Krishtit? Zoti na ka vendosur në këtë kohë, në këtë vend madje, që nuk është i thjesht për një klerik që të punojë, dhe na ka vendosur për një arsye të caktuar që vetëm ai e di. Le të mos e humbasim këtë mundësi që na ka dhënë Krishti, klerik edhe laik. Ndonjëherë, edhe na ka rastis shumë herë në përfshatrat tona të largëta që kemi, pas një lodhjeje shumë të gjatë dhe një rrugëtimi të munduar, kthehemi në shtëpi, ndoshta edhe të mërzitur pas liturgjisë synore. Dhe në mendje na shkon direkt pyetja: a ja vlen të shkoj përsëri? Dhe mua personalisht më shkoi dhe isha në një dilemë shumë të madhe këtë vit, nëse duhet të shkoja në Zagori, për shembull, që është shumë larg, këtë Pashkë apo jo. Dhe e kam menduar gjatë gjithë javës së madhe. Dhe në fund thojmë, po, ja vlen. Ja vlen që të fillojnë ngjalljen që në orën 9 të mëngjesit të shtunë dhe të përfundojnë 2 të natës, ditën tjetër. Duke kaluar në 20 enori dhe duke thënë Krishti u ngjall qoftë edhe për 5 persona, nuk ka problem. Dhe ja vlen, sepse ndërmend na shkojnë fjalët e Shën Joan Gojartit. Edhe sikur vetëm një ti jeti pranishëm në kish, ti do predikosh sikur ti je 1000 aty, rreth rrotull teje. Dhe kjo thënie është një thirrje e fuqishme për ne klerikët. Të mos masim kur vlerën e shërbesës sonë me numra, por me besimtarët ndaj ungjillit dhe dashurisë ndaj çdo shpirti. Dhe këtu do i referojmë një historie të shkurtër që ta mbyll edhe bisedën tonë. Na tregohet një herë një klerik i cili shkoi në një fshat të largët në mbrëmësore dhe aty filloi shërbesën e tij. Pas 15 minutash, shikon që hyjnë 3 fëmijë. Pas 20 minutash, hyjnë 2 të rinj. Kështu prifti vendosi që ta filloj shërbesën. Më pas hyri një çift dhe ul në stolat e fundit të kishës. Në fund, prifti mbajti predikimin dhe filloi të shpjegonte edhe ungjillin e ditës. Një burr tjetër, pothuajse i pa lar, i veshur shumë keq, hyri në kishë dhe kishte edhe një litar në dorë. Pak i zgënjur prifti mbajti mbrëmësoren e tij me dashuri dhe predikoi fjalën e Zotit. Dhe ndërsa po kthej natën në shtëpi, 2 hajdut e grabitën dhe e rrahën, duke i marrë portofolin ku kishte edhe ungjillin e tij dhe gjërat e tjera me vlerë. Kur mbërriti në shtëpi, lidhi plagët dhe mendoi për atë ditë si ditën më të trishtuar të jetës së tij si klerik. Një dështim, tha, i shërbesës time si prift sot. Por nuk prish punë, tha. I bëj të gjitha me Zotin dhe për Zotin. Pasi kaluan disa vite, rreth 5 vite, prifti vendosi ta ndaj këtë histori me enorinë e tij. Kur mbaroi së treguari historinë, atëherë një çift ndaloi dhe tha: "Atë, çifti që ishte ulur në fund ishim neve, përpara 5 vitesh. Ishim në prag të ndarjes tonë të divorcit, pasi kishim shumë probleme të ndryshme në marrëdhënie. Dhe atë mbrëmje vendosëm në fund të ndaheshim, por së pari tham që të shkojmë të kalojmë edhe një herë në kishë, për herë të fundit së bashku, dhe pastaj secili në punën e tij. Por pasi dëgjuam predikimin tuaj, ndryshoi gjithçka në familjen tonë dhe filluam dhe ja ku jemi sot së bashku dhe kemi krijuar familje të shëndosh." Ndërsa po fliste çifti, një nga biznesmenët më të fuqishëm që kishte ndihmuar këtë enori, u çua dhe
I thot atë, unë jam buri që hyra gjysëm i pist dhe i veshur keq me një litar në dorë. Isha në prag të falimentimit tim, i humbur në drogë, gruaja dhe fëmijët e mi më kishin braktisur nga shtëpia për shkak të sjelljes time. Atë mbrëmje u përpoqja të vrisja veten. Prandaj dhe kisha litari në dorë. Po kur shkova që të varja veten, fatmirësisht litari u kaput. Dhe unë sot jam biznesmeni më i fuqishëm në qytet. Dhe kjo fal predikimit që dëgjova nga ju. Dhe pasi kaluam pak kohë, dëgjohet një tjetër zë në kish, duke i thënë, atë i thot, ishte kishtari që i foli. Dua të rëfem dhe unë publikisht tani. Unë isha një nga ata hajdutët që të vodhëm të natën. Dhe tjetri vdiq atë natë, ndërsa unë shpëtova, sepse bëm një grabitje tjetër. Në portofolin tënd ishte ungjilli. E lexoja çdo herë që zgjohesha në mëngjes. Pas gjithë atij leximi, vendosa ta zbatoj në jetën time dhe sot të shërbej si kishtar brenda kishës. Prifti u trondit dhe filloi të qaj, bashkë me besimtarët. Fundja, nata që ai e konsideroi si nata më e dështuar, ishte nata më frutëdhënëse që kishte dhënë. Ushtroni thirrjen e Zotit në punën tuaj ose në çfarëdo lloj misioni që ju ka besuar Zoti, me zell dhe me përkushtim. Pastaj ai e di vetë se çfarë jep. Jepni më të mirën çdo ditë, sepse mund të jeni instrument i të mirës për jetën e dikujt. Në ditët më të këqija të jetës suaj, mund të jeni bekim për një tjetër, pa e kuptuar juve. Zoti mund të përdor kushtet e këqija, në thonjza, të një jete për të prodhuar më të mirën për të tjerët. Dhe në fund mund të themi lavdi Zotit për gjithçka. Ne nuk e njohim Zotin nga esenca e tij, por nga veprat e mrekullueshme që hasim çdo ditë. Vërtet nuk mund ta kemi parë Zotin, por na është shfaqur nëpërmjet vëllezërve tanë. Dhe nga këto, se një pasqyrë shohim mirësinë dhe fuqinë e tij të pafundme, na thot Shën Maksim, dëshmitari rrëfyesi. Kështu që shpeshherë duhet japim kurajo vetes tonë, vëllezër dhe motra në Krishtin, sepse është Perëndia ai i cili vendos dhe jep fryte për ne. Kur u dorëzova klerik nga mitropoliti Hirsiati Dimitri, në predikimin e tij tha që, siç është tradita e kishës, një klerik duhet të ketë dhe një zonë të caktuar, si emërim, të ketë emër. Dhe tha atë Emiliano do ta vendos të jetë klerik në zonën e Zagoris. Të them të drejtën, fillim u shtanga, sepse thash, çfarë do të bëju në një zonë të haruar, në një zonë që nuk ka dhe njerëz shumë. Por më vonë e kuptova, sepse sa kalonin vitet, enorit ndryshonin dhe përgjegjësitë shtoheshin akoma dhe më shumë, me grigj më të madhe në numër, dhe e mora surprizën nga ato enori që mendova se nuk ja vlenin. Më ra në duar një gazet e asaj zone, e cila thoshte Pashka pas vitit 1967. Pashka e parë. Pra, edhe pse ishin hapur kishat pas 90-s, nuk ishte dhënë mundësia që deri në 2016 të bëj pashk nga klerikët. Sepse që thamë pak më para, klerikët ishin të pakët dhe nuk mund të shkonin dot. Dhe lavdi Perëndis, kemi bërë një program që çdo vit shkojmë, kryejmë pashkën edhe pse në mëngjes të shtunë, nuk ka problem, dhe pastaj kalojmë në çdo fshat deri në enorit tona me më shumë besimtar që të bëjmë edhe ngjalljen e Krishtit. Ishin disa ide dhe disa mendime që doja të ndanim së bashku. Dje që foli profesor Natani, në mendjen time filluan shumë pikpyetje dhe i thash që nuk di çfarë do them nesër më shumë, sepse lindin pyetje vazhdimisht. Ne disa gjëra kemi vetë në dorë. Patjetër që edhe laikët, pra besimtarët, janë një pjesë shumë e fuqishme,
që duhet të na japin mbështetje, por jemi ne ata që duhet vazhdimisht të këmbgulim që këto enori të kenë jetë. Dhe duke patur jetë enoria, ka jetë gjithë komuniteti. Dhe thot një ndër etrit e shenjtë të kishës tonë, nuk më vjen ndërmend tani kush është, thot që nuk ka probleme dhe në qoftë se nuk vinë shumë besimtar në enori, sepse me liturgjinë që ti bëre, u shinjtërua i gjithë fshati sot, mori bekimin e tij. Dhe dua ta mbyll me fjalën e fundit, në mbledhjen e fundit që na bëri Hirsi Dimitri. Një ndër pyetjet tona ishte që nuk na del koha të shkojmë në enorit tona, në të gjitha enorit, sepse kemi shumë. Dhe shpeshherë mendojmë sikur i mbajmë peng disa enori, duke shkuar vetëm 5 herë në vit. Dhe përgjigjja e tij ishte që le të bëhet të paktën qoftë një enori foleja juaj që të vendosni zemrën tuaj. Aty të përkushtoheni me dashuri deri në fund të jetës tuaj. Të kemi bekimet e Perëndis, të na japi Zoti fuqi të gjithëve klerik dhe laik, në mënyrë që enorit tona të ecin, të zhvillohen dhe të përparojnë për një arsye dhe një qëllim të vetëm, jo për famë dhe lavdi, po për shpëtimin e shpirtit tonë. Të kemi bekimet e Zotit.